Jo. Nisim këtu në studio Koci fillimisht si u pa gjitha jo se çfarë ndodhi realisht, a pati shpresë në minutat e fundit edhe mund të ndryshonte diçka apo qysh nga mëngjesi edhe u bë e ditur se vendi po shkonte në zgjedhje? Unë personalisht mendoj që as që ka pas përpjekje që presidenti të zgjedhet. E gjitha ka qenë improvizim, simulim, në anglisht thuhet blaming game. Loja e fajsimit, është bërë loja e fajsimit. Pra kush kë do ta fajsoj për dështimin. Dhe kjo nuk i bën ndër klasën tonë politike. Dhe në rast të parë, partisë së parë, e cila ka përgjegjësinë më të madhe. E di një gjë, sot më të lumturit është një palë. Ajo nuk është në Kosovë, Kosovët në të zhgënjur. Një palë është shumë e lumtur, dhe kjo është Serbia. Tash në 120 vite, Serbia ka një kartë të fuqishme shoveniste. Teza atyre shoveniste që shpërndahet në botë ka qenë dhe mbetet edhe sot që shqiptarët nuk kanë aftësi shtetëformuese. Unë nuk po them që kjo është bërë me vetdije, normalisht është pa vetdije, por në mënyrë të pavetdijshme është ushqy një narrativ shoveniste e Serbisë. Se gjoja ne nuk pas kemi aftësi shtetëformuese. Është dëm pa evident. Nuk them që aja propagandë tyre ka efekt në botë, sepse megjithatë sot bota është ndërlidhur dhe e din shumë mirë. Jo vetëm që nuk qëndron, është thellësisht shoveniste, por mendoj që klasa ime politike është dashur ta ketë parasysh edhe këtë për shkak të pozicionit tonë në rrafshin ndërkombëtar. Ne tazëm në Bullgari për 5 vite janë bërë 8 palë zgjedhje. Por ata janë shteti demokraci dhe shteti i etablum, janë në OKB, në NATO, në Bashkimin Evropian. Ne nuk jemi. Dhe këtu është problemi. Po të kishim qenë antar të Kombeve të Bashkuara, të organizatave tjera, pse mbahen zgjedhje pas zgjedhje, nuk është ndonjë tragjedi. Por në rastin tonë kjo nuk vlen dhe klasa politike është dashur të bëjmë shumë më tepër që dhe nuk ka qenë e vështirë, por ka keq kuptim të qëllimshëm ose të paqëllimshëm në mos kuptimin e disa termave elementar të demokracisë parlamentare. Se rada ka qenë tazëm çështja kvorumit, është keq kuptuar në Kosovë. Dhe partitë politike i kanë kontribuar se kvorumi nuk ka qenë problem për mos zgjedhjen e presidentit. Kvorumi është margaritar në kushtetutën tonë. Pse është margaritar? Sepse nuk lejon që një parti, si në këtë rast vetëvendosja me 51%, t'i marrë gjitha pushtetet. Për 51% ka marrë qeverinë, ka marrë edhe kryetarin e parlamentit. Ka qenë radha, rendi, sipas normave demokratike të demokracisë parlamentare që nëse jo presidentit i jepet opozitës për hir të baraspeshimit të pushteteve, atëherë spaku të mundsohet opozitës që të propozojë një kandidat jo partijak, pavarur. A ju dha kjo mundësi dhe nuk e kapën opozita këtë mundësi? Oferta era e fundit po flas për oferta në kuptimin propozoni 3 kandidat të pavarur. Oferta e zotit Kurti nuk ka qenë e sinqertë, sepse ajo ishte nominim. Çfarë do thotë nominimi? Ti e nominon, opozita i nominon 3 kandidat dhe pastaj mbetet vetvendosjes ta vlerësojë mbi baza subjektive a janë apo s'janë ata kandidat pavarur. Pra, po njëri nga ta do merrte mbështetjen. Me patjetër. Njëri nga të 3. Njëri nga të 3 do merrte. Nuk ka qenë e sigurt sepse vetvendosja mund të thoshte X-i ka preferenca PDK. Y-i ka preferenca LDK. Sepse ata e thanë ashtu në është çështje vlerësimit. Njëri nga ata do ta merrte. Është çështje vlerësimit subjektiv. O do të ishte diçka tjetër nëse zoti Kurti do t'i ftonte 3 liderët e partive opozitare në një tavolinë të nxerrte edhe ai një propozim të vetin, siç e nxorri zonjën Rushiti, nuk ishte asgjë të keqe. Në rregull ishte. Ti thirrte edhe ata edhe opozita të bënte propozime për kandidat jo partijak dhe të bënin një marrëveshje politike. Shkosh në seancën e parlamentit për zgjedhjen e presidentit pa marrëveshje politike nuk bën sens, nuk ka asnjë kuptim. Një mendim të zotit Imani mbi zhvillimet e fundit, më pas do të diskutojmë mbi një zhvillim të ri të para pak çastesh. Shikoj, ne kemi përcjellë me shumë kujdes prej fillimit nga 28 dhjetori, veçanërisht pas certifikimit të rezultatit zgjedhor dhe draftimit ose me thonë më mirë kopjimit të ligjit të buxhetit elektoral të 2024-s e barti edhe për buxhetin e vitit 2026 dhe në studiot e juve televizionit juaj të nderuar ne kemi thonë se o të paktën në aspektin ekonomik e lexuar që ky është një buxhet elektoral dhe ky buxhet do të na sjellë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Si ndodhi krejt
procedura ishte me tepër një teatr, një cikël i cili është pa ma heret, një rol i cili është pa ma heret gjatë një viti të ngërgjit institucional, sepse zoti Kurti është interesuar që të ketë kontrollin e plot mbi gjitha institucionet. Unë e kisha rekomandu lexuesit ta lexojnë Mein Kampf të Adolf Hitlerit, formën çysh i ka eliminu edhe presidentin edhe parlamentin, kur nuk ka nevojë pasi se mund të merr një person vendimet. Nuk du të bëj krahasimin këtë rast, por koncepti i koncentrimit të gjitha pozitave të një figurë është rrezikshme për demokracinë, ndonse nuk është antiligjore, se nuk dëgjuar në përstudin që është antiligjore, jo, ka të drejtë, sepse i ka fituar shumicën e votave të qytetarëve të Kosovës. Përpjekjet e vazhdueshme